Gjemati në rumë, në inshallah ta'ala sot do të përmendim disa ngjarje dhe mësime të cilat i fillum dje dhe përmendëm rastin dhe ngjarjen e pejgamberit Jakub a.s. dhe Jusufit a.s. babë e birë, që të dy pejgamber. Dhe nga kjo ngjarje, nga ky tregim, çfarë kuptojmë? Kuptojmë lidhjet të cilat duhet t'i kese prindi me fëmijën e vet, po edhe fëmia me prindin e vet. Ne e pam se Jusufi a.s. edhe ëndrrën që e kish pa, kish shku t'ja tregoje babës vet. Nga kjo çfarë kuptojmë? Kuptojmë se prindi me fëmijën e vet duhet të jetë i lirë në komunikim. Nuk duhet të ketë bariera dhe pengesa që ai të shprehet lirshëm me evladin e vet. Po edhe fëmia mos kese barierë që t'i tregojë ndonjë dert, ndonjë hall prindit vet. Po të ndjehet i lirë. Kur do të ndjehet i lirë? Në rast se ata e kanë formu një urë komunikimi dhe kanë mundësi ta kuptojnë njëri tjetrin. Por nëse çdo herë kur fëmia tenton dhe dëshiron të bisedon me prindin e vet diçka, nëse prindi çdo herë ja ndërpret fjalën, nëse prindi çdo herë ja ndal fjalën, nëse çdo herë i thotë rri mos më fol, mos më pengo, edhe në këtë situatë formohet një barierë, një pengesë dhe do të vijë koha që fëmia ma para i tregon një problem, një hall, një dert, një shokut vet, sesa prindit vet. Dhe pse ndodh kjo? Kjo ndodh nga ftofësia e raporteve brenda prind me evladin e vet. Kështu që nëse dëshirojmë që ne të dimë dhe dëshirojmë që evladi jonë të tregoje për problemet e veta dhe të na referohet neve dhe të na tregoje për hallet që e tangojnë, atëherë duhet ai të ketë komunikim të mirë dhe të mundohet të formoje lidhje komunikimi duke mos e ndërprej fjalimin e fëmis, duke qenë si i vogël dhe ai kur të rritet pastaj do ta ndjeje veten të lirë të bisedoje me prindin e vet. Përndryshe, ai çdo herë do të rrihet në distancë, do të rrihet larg dhe prindi do qese i fundit që do ta marrë vesh se çfarë ka bë djali apo vajza e tij. Pra nga rasti i Jakubit a.s. me Jusufin a.s. e shohëm se çfarë lidhjesh të mirë kishin ata babë e birë. Por edhe pse kishin lidhje të mirë, Jakubi a.s. me birën e vet Jusufin a.s. kjo lidhje nuk ishte me djemtë e tij. 10 djemë tjerë, se tham Jakubi a.s. gjithse i kishte 12 djemë. 10 ishin bo grup mbeti dhe diqysh e kishin zili dhe nuk e dojshin Jusufin a.s. Ata bëshin komplote kundra ti, bëshin plane pse nuk i don edhe ata si që e don të Jusufin a.s. Dhe në zemrët e vlezërve të Jusufit a.s. hyri smira, hyri zilia, hyri xhelozia. Dhe dikush mund të mendoje, po kjo problemi vogël, nuk është shumë problemi madh zilia e smira. Përkundrazi, zilia është një defekt që e shkatron moralin e një njeriut. Zilia është mëkati i parë ku ka fillu zanafilla e të keqës. Nëse kthejmë në fillimin e njerëzimit dhe do ta shohëm rastin e Ademit a.s. dhe shejtanit, iblisit, çka ishte problemi me iblisin? Pse iblisi kur krejt me laqet ranë sejdë Ademit a.s. për ta zbatu urdhnin e Allahut, iblisi nuk i ranë sejdë. Për çfarë? Ç'kjo ishte problemi? Zilia, mendje madhësia. Ai kish zili, e xhelozon të Ademin a.s. Dhe tha, pse Ademi a.s. t'jese maj favorizum se unë? Dhe këtu është e zanafila e ketat këqijave.
Jo thot fillimi i gjunaheve. Gjunahi i parë që u bo në ekzistencë ishte nga iblisi, dhe cili mëkat? Zilia. Dhe dikush më thotë, po s'osh dhe një haram i madh. Jo, përkundrazi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se zilia i djeg tha punët e mira, i djeg se vapët çka i ke bo, si i djeg tha zjarmi drujt. Nëse në një zjarm i shtim drujt për disa minuta, ajo i djeg. Qashtu i djeg se vapët zilia. Ti mund bëj shumë punë të mira, po nëse në zemrën tënde kje zili ndaj tjerëve, kje zili ndaj njerëzve tjerë, kanë të digjën se vapët. Dhe shumë njerëzi, zilia ka bë që ata të shkatrohen. Zilia ka shkaktu që ata njerëzi ta humbin këtë botë dhe ahiretin. Si rast konkret përmendet një person i ditur që ka qenë në kohën e pejgamberit alayhis salam, që ka jetuar në Mekë. Dhe atë kishin thirr Ebu Amir, dhe ky Ebu Amir kishte qenë njeri i lexueshëm, kishte lexuar shumë libra, kishte lexuar librat e shenjta të cilët kishin qenë të mëparshme, dhe kishte qenë njeri i ditët. Dhe kje kishte pa se është afru koha të vijë një pejgamber, të dalë një pejgamber, i cili do t'jesë se pejgamberi i fundit. Allahu xhaleshanu në librat e përparshme e ka përshkruajt se do vijë Muhamedi alayhis salam si pejgamberi i fundit. Dhe kje kishte të njohët atë. Dhe pasi kishte lexuar dhe kishte pa se do vijë, ki kishte menduar se mos do jesë ky ai pejgamberi i fundit. Dhe ky kishte filluar të përkushtohet në adhurime. Kishte filluar të mbyllet brenda një faltoreje dhe vazhdimisht kishte filluar të boje adhurime të ndryshme, të lutet, të falet në mënyra të ndryshme. Ish bë me një fjalë murg. Por kur erdh shpallja e fundit, kur Allahu xhaleshanhu deshi ta zgjedhë pejgamberin e fundit, nuk e zgjodh Ebu Amirin, po e zgjodh Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu xhaleshanhu i tregojnë Kur'an se është Allahu, Zoti, ai që e vendon pejgamberllëkun aty ku don ai. Do thot nuk mund ta zgjedhin njerëzit, hajde të mlidhna njerëzit ta shohim ta zgjedhin një pejgamber. Nuk kanë zgjedh njerëzit pejgamber. E as nuk ka dal dikush i prej mendes vetë dhe thotë unë jam pejgamber. Por Allahu kanë don e zgjedh pejgamber. Pejgamber të vërtet. Ndërsa pejgamber të rreshëm e përmendëm edhe dje, shetën i ëndër çot më ngjes sot unë jam pejgamber. Ama ajo është me ëndra. Ndërsa ai që është pejgamber i vërtet është i zgjedh prej Allahut, dhe Allahu kanë don e bën pejgamber. Nuk mundet dikush vetë propozohet, o Zot, bënëm pejgamber, s'ka pas kështu. E ky Ebu Amir ki kish menduar se Allahu këtë dhe zgjedhe për pejgamber. Dhe kur e pa se nuk u zgjodh ai pejgamber, po dol Muhamedi alayhis salam si pejgamber, Ebu Amiri në vend se gjitha dije që e kish, gjitha ato libra i kish lexu, në vend se të bëhet prej të parëve që të shkojë ta pranojë Islamin, Ebu Amiri u çu dhe luftoi pejgamberin alayhis salam. Saqë në luftën e Uhudit thuhet se atë gropën kur ra Muhamedi alayhis salam dhe e lëndoi e vraf kamën dhe krahun, Ebu Amiri kish qenë ai personi që e kish gryja të vrimën, atë gropën që të bere pejgamberi alayhis salam. Do thot shife prej njëri ditët, njëri i lexum të vije në hasëm i pejgamberit, hasëm i shpalljes, atë shpallje që e donte për veti, kur nuk i erdh atij, po i erdh Muhamedit alayhis salam, Ebu Amiri krejt potencialin e vet e shkarkoi në luftë kundra pejgamberit alayhis salam. Çka e bani Ebu Amirin ta luftoi Muhamedin alayhis salam? Ishte zilia. Pse nuk u bë ki pejgamber po Muhamedi alayhis salam? Dhe zilia e bani që ai të luftoje deri në frymën e fundit dhe ta kese fundin në xhenem. Një tjetër rast është me një jahudi, me një hebrej i cili e kishte emrin Hujej ibn Ahtab. Hujej ibn Ahtab kishte qenë prej parisë e jahudive, prej kryesorëve të jahudive në Medinë. Edhe ki kish pas njohuri, edhe ki kish lexu libra, edhe ki kish pas dije. Dhe ky një ditë i tha vllaut vet, tha do shkoj tha ta shoh
që ki pejgamberi që ka ardhur në Medinë, do shkoj ta shoh a është halis ai pejgamberi që Zoti na e ka përshkruajtur në Teurat, apo është dikush tjetër. Dhe shkoj e takoj Muhamedin a.s. Qëndrojnë me xhlisin e tij. Dhe e pyeti, tha, a e kje, tha, babën gjallë? Tha, jo, tha, baba jem, tha, ka vdek. Tha, e kje, tha, nanën gjallë? Tha, jo, tha, edhe nanëm ka vdek. Se në librin e tyne, në shpalljen e tyne, ata e kishin shkrujtëm se pejgamberi i fundit dhe jesë e jetim. Do thot edhe baba dhe nana do t'i vdesin, nuk do t'i mbrije. Po ashtu ishte përshkrujtme në librat e tyne se pejgamberi i fundit këtu në mes shpatllave do t'a kese një vull, do thot një shenjë e cila në të shkruan Resulullah, pejgamberi i Allahut. Dhe Hujej ibn Ahtab ju afru prej mbas që ta shohet diqish a mund ta vreje këtë shenjën. Dhe pejgamberi a.s. shkaku i nxeftit verës, nuk u mbështjellshin, do thot, por ishin pak më të lirun. Dhe pa Hujej ibn Ahtab vullën e pejgamberisë. Dhe u bind se ki kona pejgamberi që e ka përshkrujt Allahin në librin e tyne. Dhe erdhë në shtëpi. Vllai vet i tha, o vlla, tha, çka të mendon, tha, për atë njeri? A e takove? Tha, po. Çka mendon, tha, për të? A është ai, tha, pejgamberi që ne ka përshkrujt Zoti? Tha, po, tha, ai është. Pa do shkojmë, tha, da pranojmë fenë ati? Tha, jo. Tha, unë, tha, do ta luftoj, tha, deri sa të kiem frym. Deri sa të kiem frym, tha, kom ta luftoj. Shife xhamatin ndershëm, çka bën Zilia? Pse ki e shpalli këtë luft kundra pejgamberit a.s. Se ki kish mendu se pejgamberi i fundit dë jesen nga mesi ben Israilve, siç kishin qenë shumica e pejgamberve. Populli ben Israil kanë pas shumicën e pejgamberve në mesin e tyne. Musa a.s., Jusufi a.s., shumica e pejgamberve deri te Isa a.s. kishin qenë te ben Israil pejgamber. Dhe këto kishin mendu se edhe ky pejgamberi i fundit do ta kese prejardhjen prej Ishakut që e kanë pas shumica e pejgamberve që kanë qenë dërguar te ben Israil. Po përkundrazi dol pejgamberllëku te Muhamedi a.s. që e kish prejardhjen jo prej Ishakut, por prej Ismailit a.s. Dhe shkaku i kësaj, ben Israilët dhe jahudit i shpallën luft pejgamberit a.s. Ata e dishin se Muhamedi a.s. është pejgamberi i vërtet, por vetëm pse nuk ishte pejgamberi ben Israilve, po kish dalë te Arab, i shpallën luft xhamatin e ruaj. Dhe këtë për çfarë arsye? Vetëm Zilia e bani që ata të vinë në këtë deregje ta luftojnë të vërtetën. Po ashtu e kemi rastin edhe sot e kësaj dite, urrejtja e madhe e jahudive kundra muslimanve. Për çfarë arsye ata e luftojnë islamin? Nga shkaku se sipas bindjes së tyne, pejgamberllëku është dashur të jese vetëm te beni Israilit. E pse ka ardhur te Muhamedi a.s. i cili ka qenë me prejardhje arabe, sot e kësaj dite jahudit nuk i dojnë muslimanët. Shkaku i nacionalizmit gjëma. Nacionalizmi është një shëmti të cilën njeriu e ka në zemër, duke mendu se e don popullin e vet, bie në urrejtje ndaj popujve tjerë. Dhe hasedi, zilia në zemër, është një vepër e cila e shkatron edhe zemrën e njeriu. Ja prish të gjithë konceptin e jetës. Andaj edhe Allahu Gjeleshanhu i shpalli 2 sure të fundit në Kur'an në mushaf që janë Kul a'udhu bi rabbil falak dhe Kul a'udhu bi rabbin nas. Te njëna prej këtyne, pra në surën Falak, Allahu Gjeleshanhu e shpalli një ajet ku thot wa min sharri hasidin idha hasad, dhe na ruaj nga sheri i atij hasedxhiut që ka zili në zemrën e vet. Allahu na mëson të bëjmë dua që ta lutim Allahun na ruaje prej kujt? Prej atij që ka hased në zemër, që ka zili. Pse ajo është i rrezikshëm? Njeriu që ka zili vin deregje edhe ta mbyte tjetrin, vetëm shkaku i zilis. Dhe në këtë deregje ran vllezërit e Jusufit a.s. Në këtë deregje ran vllezërit e Jusufit a.s., të cilët shkaku i zilis
që e kishin nda Jusufit a.s. e bën një komplot si ta mbytin vllajën e vet. Do thot erdhën deri në këtë shkallë të bëjnë plane për ta mbyt vëllaun e tyne. E dyta, çfarë mësojmë prej kësaj ngjarje? Duhet të jemi shumë të kujdesshëm te çështja e shfaqjes së ndjenjave. Prindi duhet të jetë i kujdesshëm kur i shfaqen ndjenjat ndaj e vladit vet. Ne dim se secili prind e don e vladin e vet. Ndonjëherë ndodh dhe një prind atë voglin e lakmon më shumë se të madhin. Dhe kjo thjesht vetëm shkaku pse ajo është më i dobët dhe më i zaift. Në atë kontekst e ndihmon, jo se e don tjetrin më shumë se tjetrin, për prindin përgjithësi janë të njëjtë. Kur e kishin pyet një herë një nanë, kishte thonë cilin e vlat e don më shumë. Tha e du, tha të vogli, tha deri te të rritet. E du, tha atë që është nuth derisa të kthehet, dhe e du, tha të smuntin derisa të shndoshet. Kështu ajo e përshkrujti dashnin ndaj e vladit vet. Sa ta mendon se këtë e pyesin dhe të bëhet dallim cilin e don më shumë, atë madhin atë voglin, ajo në këtë formë tha. E xhamat, edhe ne duhet të jemi të kujdesshëm me e vladin si i shfaqim ndjenjat. Nëse dënjanin e lakmojmë më tepër, duhet jemi të kujdesshëm se taj tjetri shkakton zili. Si shkaktoi Jakubi a.s. i cili e lakmon të më shumë Jusufin a.s. që ishte 12 vjeçar, e nga ana tjetër e kishte edhe një më të vogël se Jusufin, fëmin më të vogël që e ku ishin Benjamin, edhe këto dy pse ishin më të veçli, i lakmon të më shumë. Po ato tjerët ishin po më të mëdhej, ato ishin mosh madhore, dhe këto pas ishin më të veçli, Jakubi a.s. i lakmon të më shumë. Po vllazët e tjerë fillun të kenë zili, pse baba jon i do këto dy më shumë se ne. Dhe kjo shkaktoi që të hije fesadi në mesin e vllaznive. Prandaj prindi duhet jese i kujdesshëm që me dashninë e tij mos shkaktoje idhnim në mes e vladit. Mos boje dallim në mes e vladit. Kur të ndaje hise, më daje njënin më shumë, tjetrin më pak. Më mendoje se njëni e don më shumë e tjetri s'm don. Shkoi një herë njëni te pejgamberi a.s. Tha ja Rasulallah, të kam thirr tha që të bosh tha dëshmitar i një dhurate që ja kam blej thot e vladit tem. Thot du t'ja hap thot një bakshish thot e vladit tem, ama kom qefe dhe ti është dëshmitar kur t'ja hap. Pejgamberi a.s. e pyeti, tha, a u ke blej tha edhe fëmijëve tjerë ashtu dhurat? Nëse ja ke blej njënit tjerëve tha, a u ke blej tha dhurat? Tha jo, tha vetëm njënit. E po tha, unë tha nuk vi tha të bom dëshmitar me një vend ku ndahet pa drejt. Me një vend ku s'ka drejtësi, unë nuk vi ati. Pra pejgamberi a.s. nuk shkoj te ky prindi që të bëhet dëshmitar i ndamjes së një dhurate. Ai vetëm një dhuratë që kish blej një fëmis. Po shkaku pse nuk u kish blej dhe tjerve, pejgamberi a.s. unë tha nuk bom tha dëshmitar ku ndahet pa drejt. E ne duhet jemi të kujdesshëm mos me u bë pjesë ku dahet pa drejtësia, po vetëm ku ka drejtësi. E prindi duhet jetë i kujdesshëm kur e ndan mallin në mes e vladit. Po jo vetëm mallin, jo vetëm bakshishët, po edhe përqafimet, edhe emocionet kur t'i shprehe, duhet jese i kujdesshëm se mos e lëndoje njani tjetrin. Po ashtu, xhamati nderuar, tek vëllezërit e Jusufit a.s. shohëm se u shfaq dëshira për ta mbyt Jusufin a.s. Këto 10 djemë tjerë, edhe këto ishin djemë të Jakubit a.s. Djemë pejgamberi, ama e shohëm se do njëherë mundodhe e vladit dale i prisht. Shpesh dikush i thot, abe kje ka thot babën haxhi, kje ka babën hoxh, kje ka babën njerit mirë, si dol kje vlad kështu? Ka mundësi ndonjëherë e vladi mos dale si kur prindi. Prindi mund t'jese i mirë, prindi mund t'jese që ka punu, ama e vladi del nuth keqe. Si që shohëm në rastin e Jakubit a.s. A mund t'kese njeri më të mirë se pejgambert? A mund thotë dikush prej neve se unë vallai i edukoj fëmijët më mirë se Jakubi a.s. Ku jemi ne nga pejgamberët? Ata që kanë bisedu me Allahun, kanë pas takim përditshëm me Xhibrilin a.s. E ne dëqenkim më të mirë se ata. Pra, pejgambert
kanë qenë njerëzit më të edukum, njerëzit më të mençur, njerëzit më të ditur. Por e shohëm Jakubi a.s. edhe pse pejgamberi dallum dhe djemtë e tij e bëhen plan si ta mbytin Jusufin a.s. Pra të bëhen katila. A ka gjuna më i madh se vrasja? Ato nuk e kanë bënë një gjuna të vogël, nuk e kanë bënë një gjuna mesatar, kanë bënë një gjuna të madh, mendimin si ta mbytim vllajën ton, si ta mbytim Jusufin a.s. Dhe kjo shkaktoi që ata të mendojnë për vrasjen e vllaut vet. Çfarë kuptojmë nga kjo? Kuptojmë se ka mundësi ndonjëherë qese prindi i mirë, qese familja e mirë, ama djali apo djemt të dalin ndryshe prej edukatës dhe tërbijes që e ka baba. Inshallah taala, Allahu të na ndihmojë gjithëve të mundohemi të punojmë me vladin ton, të edukojmë në mënyrën më të mirë, të edukojmë në Islam, po përsëri mbarët te Zoti, se ai person kur do rritet, a do bëhet njeri mirë, ai keq, përsëri është Allahu që lëshon hidajetin dhe udhëzimin në zemrat e njerëzve. Mos thojmë valla ki gjal haxhije, ki gjal hoxhe, pse ki u ka bë kështu. Xhamat ka mundësi ndonjëherë të dale edhe ai hoxhës pi kontrolle, edhe i haxhis dale pi kontrolle, e i muslimanit mirë dale pi kontrolle, pasi Jakubit a.s. si pejgamber, djemt i kishin dal sherr, i kishin dal djemt këqi, i kishin dal djemt që mendojshin vrasje të bëjnë të vllaut vet. Atëherë kush jemi ne që të themi se valla unë do ta edukoj, do ta bëj në mënyrën më të mirë? Allahu na ndihmoj gjithëve të edukojmë sa më mirë vladin ton. Allahu fëmijët tonë, vladin ton t'i udhëzojë dhe t'i drejtojë në udhën e hajrit, e Allahu është ai që i drejton njerëzit në rrugën e drejtë, dhe Allahu edhe neve edhe vladin ton na drejtoft për ka hajri. Subhanallahu bihamdik. Dhe inshallah taala do të vazhdojmë të nxjerrim mësime nga sureja Jusuf dhe ngjarja e këtij pejgamberit, ku Allahu xhaleshanuhu na tregon dhe ne e përmendëm se vëllezërit e tij kishin desht që të bëjnë komplot kundra tij duke e hedhur në pus. Disa kishin dhënë propozim që ta mbytin krejt, ndërsa njëri prej tyre kishte thënë ta hedhim në pus që ta ndije pak vetin ma lehtë, sepse e ndishin veten se janë fajtor për vrasjen e tij. Dhe në këtë mënyrë ata sikur deshin ta konsiderojnë veten se nuk kanë bërë një krim shumë të madh. Dhe çka është interesante te ky ajet i vëllezërve të tij, është se ata thojnë do ta mbytim një herë Jusufin, e pastaj do të përmirësofna, do bëfmi njerëzit mirë. Kjo është shumë gabim kur njeriu mendon se unë do ta bëj një haram e pastaj do të pendohem. Pendimi vlen nëse një person ka bërë gjuna dhe ai pendohet te Allahu është i pranuar, po jo ai të shkojë me niyetin ta bëj gjunahin e pastaj unë do të pendohem. Si kishte thënë një herë një hajdut, kishte thënë nisa të lutem, u thësha fukara, o Allah ma jep një toçak, s'kisha dhe as toçak për të vuzit. Dhe u lutësha, ma tha s'mu bofte, tha kabul duaja, e tha e disha se Zoti s'ma bere, tha toçakin, çka bëna, dhe shkove e vjoda dhe mas e kërkova falje, o Allah ma fal gabimin. E këtë mënyrë ne nuk mund bëjmë talje me Zotin, unë dhe bëj gjunahin e pastaj dhe lipi falje Allahut. Kështu mendojshin vëllezërit e Jusufit a.s. Do ta mbytim Jusufin a.s. e pastaj ne do kthehemi, do pendofmi dhe do lipim falje Allahut dhe do bëhemi njerëz të mirë. E në këtë mënyrë nuk funksionon te Zoti. E këto pasi e kryen aktin, një herë për ta marrë vllaun e tyne, se Jakubi a.s. si pejgamber kishte frikë duke ditë se çfarë xhelozie, çfarë evladi ka, e ditë se mund t'i bëjnë dëm Jusufit a.s. Dhe nuk u ajepte kur dilshin ata të shkojnë dikundi, nuk u ajepte me vete. Dhe një ditë i thanë o bab, ne tha dojmë të shkojmë, tha krejt vllaznit, dalim të lujmë, tha. Ne të vije, tha, dhe Jusufi tha me ne, edhe ai tha të luje. Çka tha Jakubi a.s. Tha, kom frikë se nëse u ajap me ju thot
do ta harojni dikundi, do ta neglizhojni e mund ta hajë thot ndonjë ujk. Sa i rajoni ku kanë jetu këto, ka qenë i njohur për ujqë. Dhe tha, kam frikë se mund ndonjë ujk ta hanë. Dhe djemt këtu e kuptuan psikologjin e frikës babës tyne. Dhe përsëri e bindën dhe e morën Jusufin a.s. me veti dhe e hodhën në bunar. E pastaj u kthyen te baba i tyne dhe thuhet në Kur'an u kthyen duke qarë dhe u kthyen natën. Pse erdhën natën xhamat? Erdhën natën sepse edhe këta e kuptojshin shumë mirë se fytyra e njeriu tregon kurrën. Syt kurrën ndryshojnë. Goja ndryshon. Fytyra e njeriu tregon dhe gjestat durt njeriu ndjehet, do thotë se është fajtor dhe fillon ta kap paniku. Kurrën njeriu e ndryshon natyrshmërinë e vet. Dhe këto e dishin se nëse shkojnë ditën edhe e rrejnë babën e tyne, atëherë ai duke i shikuar do ta kuptojë se këto janë të rrejt. Dhe këto e bën plan të shkojnë natë. Dhe shkojnë duke qajt. Dhe i thanë babës tyne se bashkë ajo çka kishe frikë që mos e haje ujku, tha bashkë ujku e ka hangër. Kështu e rrejtën babën e tyne. Se Jusufin a.s. e ka hangër ujku. Fillimisht të ndalmi te çështja e të qajturit. Dhe si duhet ne ta kuptojmë çështjen e të qajturit. Tash këta deshën ta mashtrojnë babën e tyne duke u pretendu se ka. Kjo është psikologji. Shumë herë fëmia për ta mashtruar babën apo nanën, prindin, që të fitoje diçka, ai mundohet të shtiret kinseqar. Ai mundohet përmes të qajturit ta fiton atë interesin e vet. Dhe kur e shef fëmia se baba apo nana nuk ja plotson atë dëshirën që ai kërkon, ai fillon qaje. Dhe kur shkon e qanë njëherë te baba, e sheh se baba nuk e merr dorë, se baba çdo herë është më në aspektin logjik i merr sendet, dhe kur e sheh se baba nuk ja plotson dëshirën, do shkojë te nana. Pse se nana i merr sendet më tepër në aspektin emocional. Dhe ajo kur të shohet te qajt më njëherë gjabon. Baba dhe me pa te qajt, do njëherë do një prind jo, do një po, a nanët janë më të ndjeshme te kjo, kur e sheh fëmin, më njëherë mundohet që ja plotsojë nevojën. Dhe e qajtura nuk është argument se dikushi ka drejt. Njëherë shkojnë një person mysafir te Kadi Shurejhi. Kadi Shurejhi ka qenë një kadi i njohur në kohën e tabinve, i cili ishte i njohur si gjykatësi më i mirë. Dhe sot e kësaj dite në historinë islame, Kadi Shurejhi njihet një prej kadive gjykatësve që ka gjyku me drejt dhe shumë mirë e ka njohë juridikun. Dhe duke ndejt, thot ky personi mysafir te Kadi Shurejhi, thot një gruje. Dhe ajo tha duke ja kallëzu halin e vet, dertin e vet, tha zut qaje. Ajo edhe pse qante ki prape pytte atë meselën se për çfarë ka ardhur. Edhe pytte në detaje, si ka qenë puna, pse ka ndodhur, si ka ndodhur, ku ka ndodhur, krejt informacionet. Dhe ky mysafiri thot, o Kadi Shurejhi, po thot mos e lodh shumë, e shes se kjo gruaja thot qanë, thot, kjo është e drejt. Tha jo. Edhe vllazërit e Jusufit tha kur erdhën tha te baba i tyne erdhën te qajt, ama tha nuk ishin drejt. Ata tha i kishin fug vllajën e vet. Po për ta mashtruar babën ishin bë duke qajt. Demek se ne imi të mbërzitët se e kemi hub vllajën. Po ato ishin lot të rrenjshëm. Edhe unë thot nuk do të gjykoj pa e ndëgjuar deri në fund. Kjo mund qaje, ama nuk do thotë pse qanë është drejt. Andaj xhamat, shpesh ndodh na vinden një fukara, edhe më njëherë sa nisën folën, e kom një operacion për ilazhe, ne ja nis të kajme. Edhe tipi gjynahit, abe gjyna, hajde një 100 denara, 500 denara, 1000 denara, atë shtin gjyna. Aje ka teknikat, aje ka teknik si të të boje ty që t'i jap shpare. Do thot ajo është mashtrim. Prandaj jo çdo kushi që qanë, do thot është ndrejt.
Dikush i mendon se një hoxh kur kallzon ders te kajt, valla e kam paki filon hoxhe, ai di si kajtën ders. Nuk do thot pse kanë edhe është në drejt. Një herë me një djalë të ri që kështu folshi muhabet, tha filon hoxha, tha e du shumë. Thash po pse? Tha se kur kallzon, tha ders ka ai hoxha. Po dersi është për ti mësu njerëzit, dersi është për ti bin njerëzit, jo për ti shtin gjyna njerëzit. Jo unë të kallzoj se unë e qaj, nuk është më pyetje unë të qaj para xhamatit apo hoxha qaj. Ligjerata është të mësojmë dënise, të kuptojmë dënise, e jo të qahet këto. Nuk do të thotë se loti është argument i të vërtetës. Do njëherë vajza për dalë të aboje dhe një mashtrim, e shese baba nuk e shlon, e shese nana nuk e shlon, e janë nisën qanë. Ju nuk më besojni kur njëherë, unë kur njëherë së më lini dal me shoqët, unë nuk bëj punë të këshia. A basha jo e bon atë keqen. Po tash për ta mund psikologjikisht do thot prindin, ajo i thot pse së më besojni, unë kur nuk kom bëtë një punë të keqe, ju sa herë keq shoqët shkojnë mu së më lini, edhe nisën qanë, edhe ti do thush, po tjene me drejt be e ka kjo, hajde, shko. A basha jo e kam plon të abojet keqen. Basha jo e kam plon të abojet keqen. Se fëmija çdo mundohet t'i gjejë edhe një teknik prindin për ta rrejt. Njëherë një vajzi tha babës vet, tha dëshkoj tha të një shoqe të mësoj. Tha dëshkojmë të mësojmë tha të shoqja. Tha nuk mund të shkojsh. Tha po pse tha? Të shoqja tha dëshkoj. Jo tha se dhe nëna jote tha që kështu i thojte tha babës vet në atë vaktin tonë. E na jo tha babës vet i thojte të shkoj tha të shoqja, ama vajte të une tha. Nuk shkojte të shoqja, jo vite me mu tha dilshim na për kafe. Ama për ta rrejt tha babën i thojte të shkojmë të shoqja të mësojmë. Edhe ti tha nuk e kje punën të mësimi, po do të shkojsh do të dalsh dikundi. E u do të trika i di. Prandaj prindi duhet do trika ti di e xhamat. Ma të mashtroje shumë e vladi. Se vladi të përdore çdo metodë për ta mashtru prindin. Da përdore lotin, da përdore renën, da përdore krejta metodët që është e mundshme të mbrihet e qëllimi vet. Po ti bonu prind vigjilent, bonu prind i cili e nuhatën të keqen. Dhe më supon që të mashtrohet se thot pejgamberi alayhis salam besimtari nuk mashtrohet kollaj. E më supon i lehtë për të të mashtruar secili, sidomos një fëmijë. Andaj loti nuk është argument se dikush i on drejt. Loti nuk është argument se dikush o i pafajshëm. Andaj nëse qanë dikush nuk do të thotë se ne duhet emocionalisht dorëzofmi para ati, edhe të thejmi po ki e ka tamam. Po pse e ka tamam? Po valla ki ka. Ja, me të kajt me shumë njerëzim mashtrojnë. Andaj duhet jemi shumë të kujdesshëm. E shohëm aspektin, shumë aspekte psikologjike kanë që këtë pjesë të ligjeratës xhamat. Po ashtu e shohëm fëmijët e vetë, djemët e vetë, kur erdhën te Jakubi alayhis salam. Çka i thanë? I thanë o bab, Jusufin e ka hangër ujku. Pse nuk mendon dhe një rend tjetër? Sepse baba në fillim, para se të vajapë Jusufin alayhis salam, u tregoj prej çka frigët. Ajo tregoj se çka është friga e ati. Tha së në vajap, tha Jusufin, se tha po e handë një ujk. Dhe fëmit e ti, djemët e ti e kuptu se prej çka frigët baba mas shumëti. Edhe kur erdhen, nuk mendun dhe një rend tjetër. Nuk thanë, ka ra dikundi, unë byt dikundi, thanë, e ka hangër ujku. Pash ajo çka u friktaj, pash që qatë ja përmendën. Është mirë, nga kjo ne kuptojmë që nëse kemi frikë për ndonjë sendit, mos me e zbulu. Mos me tregu për çka kje frikë. Se dikush që ti sot e mendon si shok, sot ti e mendon si të afërt, ndoshta nesër bashkë çaj mund bëhet hasa. Edhe ai e din se ti çka frikë është mas shumti. Edhe bashkë ti në pikën e dobët ka të sulmoje. Pikët e dobta të shokut mas shumti i ka shfrytzu njeri i afërt se sa i panjohuri. Andaj duhet me qenë kujdesshëm kujt ja tregon pikat e dobta. Se ndoshta bashkë ati që sot ti i tregon se ku je më i dobët, nesër ai çato i shfrytëzon kundra teje. Duhet jemi shumë të kujdesshëm. E shohim se Jakubi alayhis salam u tregoi djemëve të tij se prej çka frigët. Dhe fëmijët e tij pastaj që çato e përdorën kundra ati. Po ata e kishin bërë një gabim. Çfarë ishte gabimi xhamat? Gabimi ishte se ata e kishin bërë mashtrimin,
por s'kishin mund bashkë si duhet ta rregullojnë rrena, se çdo herë xhamat, rrena kanë thonë një fjalë urt i ka kom të shkurta. Rrena do të zbulojnë një ditë do të nxjerrën shesh, një ditë do të dalen mejdan. Nuk mundesh për sa herë ta mshehish të vërtetën. Rrena do zbulojnë një ditë personin. Dhe këta e kishin prej një dele, edhe ja kishin qitë Jusufit a.s. këmishën, edhe atë këmishën e ti e kishin li me gjakun e asaj dele. Dhe kur shkun të baba i vetë Jakubi a.s. i tha no bab, Jusufin a.s. thot e ka hangur ujku, si mës na besojsh që shife këmishën si është me gjak. E mor Jakubi a.s. këmishën dorë, tha, interesant tha, ujk shumë i mëshirshëm tha pas ka kanë. Edhe pas ka hangër Jusufin, edhe këmishën se ka qajt hiq. Atine su ki shku mendja pak ta qaj në atë këmishën, po vetëm e këshin ly me gjak. Ama su ki shku mendja pak se ujku nuk mund të ta haj njerin prej mbrenda këmishës, këmisha me gjak e pa qame. E Jakubi a.s. e kuptoj se këto kam pregadit dhe një mashtrim. Tha shumë ujk i mëshirshëm pas ka kanë. Shumë i pas ka ardhë gjyna tha këti ujkut, e pas ka hangër Jusufin, ama këmishën s'ja pas ka qajt hiq. Tha po ju tha kini bo tha do një dredhi, po unë tha do bëj sabër tha. Dhe Jakubi a.s. bi 40 vjetë bo një sabër për djalin e vetë. Deri sa në fund Allahu Gjeleshanhu e këtheu. Dhe Jusufi a.s. për deri sa këto vllaznit i këshin bo gjithë këto komplote, gjithë këto rejna, gjithë këto pregaditje, nga ana tjetër, Jusufi a.s. 12 vjeçar i hedhet në fund të bunarit, në ersir, në mter, me akrepa, me gjartnia gjeposht, duke qenë i frigu, duke mos ditë se çfarë është duke ndodhë, pa ushqim, pa buk, pa ujë, ish duke prit momentin se si do të shpëtohet prej atij vendit apo do t'i vije vdekja. Dhe kaloi një karavan i cili shkojte prej Palestine për në Egjipt. Dhe ata u ndalën taj bunarit duke mendu se ka ujë, e hodhën kovën dhe litarin e tyne, dhe kur e nxorën e pan me gjithë Jusufin a.s. Dhe ata u gëzun, se ato ishin tregtar. Dhe thanë, mysh dhe tha e kemi gjitha një djalë dhe shesim dhe bëjmë dhe një pare. Sa të rëndat ko kishte ropë dhe njerëzit i shqitshin me pare. Dhe kur e panë këtë djali ri, tha dhe qesim dhe një dinar. Edhe ata e shitën, thot Jusufin a.s. për një shumë të vogël, për shumë pak pare, thot e shitën. Po e morën me vetin. E tash ndë një herë xhamat ndodh fatin brenda fatkeqësis, ishte se Jusufin a.s. kur do të mbrin në Egjipt, do ta bleje njeriu që ishte udhëheci i Egjiptit. Do thot nuk do shkojte një njeri zakonshëm. Jusufin a.s. do ta bleje një person i cili ishte me ndikim në kohën e Jusufit a.s. Sipas një varianti, personi ka qenë udhëheci mbreti i Egjiptit, disa thojnë se ka qenë udhëheci i financave të Egjiptit. Pa marrë parasysh, kuptohet se ka qenë një person i rangut të lartë në qeverin e Egjiptit asaj kohe. Dhe Jusufi a.s. prej këti e pat fatin që ta mësoje administrimin, ta mësoje zanatin, si ta udhëheqje shtetin në kohë krizësh. Se ata nuk kishin fëmijën e vetë, dhe blejtën Jusufin a.s. dhe thanë, da e bëjmë tha këtë e vladin ton, do ta marim adoptim, edhe ndoshta në asosën punë, ndoshta ja shohëm hajrin. Dhe në këtë mënyrë, ata e Jusufin a.s. e blejtën, edhe në këtë mënyrë Jusufi a.s. u rrit në shtëpi të pasët, dhe shohëm xhamat se ndonjëherë ne mendojmë se diçka është keq për ne. Ndoshta mendojmë se do të kese një fatkeqësi, na ka godit një punë shumë e keqe, na ka ndodhur diçka shumë e rëndë, por brenda asaj Allahu Gjeleshanhu jep rrugdalje. Bashti kur mendon se krejta dyrt u kanë mshen, Allahu Gjeleshanhu qel dyrt mdhoja, halamat mdhoja. Dhe ne bashkë kur dhe mendojmë se ma u përfundu për ne, na ka kap ersina, Allahu e qëtë djelin shndrite. Dhe ne duhet ta kuptojmë se Allahu Gjeleshanu Kur'an thot fa inna ma'al usri yusra. Çdo herë pas çdo vështirësie, Allahu e çon lehtësimin. Dhe çdo herë kur të ngatrohen punët,
Allahu dëçoje do thot lirimi prej asaj gjendje. Dhe Jusufi a.s. duke mendu se ishte para vdekjes më kur e hodhën atë bunar, ai nuk kishte shpresë se a të dale ajo. Por Allahu xhaleshani ja mundsoi jo vetëm dale, po edhe të rritët në kushtet mira. Se njëherë kur u shit si rob, ai ka mund të mendojë se tash do të jese keq, do të jese në gjendje të rëndë, do shitet si rob dhe e marrin për punë. Por kundrazi atë bleti një person i pasët me pozitë të lartë, dhe Jusufi a.s. një periudhë u rrit do thot me kushte të volitshme. Pa do thot se pas të mirës më nuk ka të këqija. Jo xhamar, dynjaja është me të mira e me të këqija. Dynjaja ka ngritje, ka ulje. Bashkë kur të mendosh se ka shku shumë mirë, mund të ndodhi diçka keq. Bashkë kur të mendosh se mos ka ditë mira, dëshosh të filloje përsëri ndryshoje e mira. Pra jeta ka sfida të ndryshme, por kur nuk duhet t'i humbim shpresat se ma nuk ka mirë për ne. Çka më ka godit mu se ka godit kërkandin? Jo. Allahu xhaleshanu si cilit atë sprovën që ja ka qu njeriu kur e ka në biveti, thot si i kom unë problemet nuk i ka kërkush. Çka më ka godit mu se ka kërkushi? Po ti me ndonë ashtu. Po nëse shikon njerëzit tjerë, dikush i ka hala ma të randa sprova. Ti e ke një problem, dikush i ka 2 probleme. Ti i ke 3, dikush i ka 10. Pra njerëzit janë me probleme të ndryshme. Asnjëherë mos i humb shpresën, se bashkë kur të mendosh se s'ka zgjidhje, Allahu ta shon zgjidhjen. Ama ndonjëherë bashkë kur të mendosh se sikur ti s'ka kërkushi, bashkë si ti e më i miri, si kur ti si shkon puna, si shkon kërkujt, bashkë atëherë Allahu ta çon një sprov, nisën e ngatrohet lamçi, nisën e të përzihen punët. Andaj nuk duhet asnjëherë të dorëzohemi. Jeta është për punë, jeta është njeriu të mundohet, jeta është për të lodhur. Nëse mendon se një jetë do dalsh pa u lodhur, është gabim. Atëherë se ke kuptuar jetën, se ke kuptuar esencën e jetës. Kjo botë e ka lodhjen, ndërsa xheneti e ka pushimin. Do të vazhdojmë të nxjerrim mësime nga jeta e pejgamberit të zgjedhur të Allahu xhaleshanuhu Yusuf alayhis salam. Dhe tash kemi arritur në pjesën kur ai u tregoi komentin e ëndrrës shokëve të burgut, dhe njërit prej tyre i tha kur të dalësh, kujtom tha dhe përmendëm tek pronari apo padroni yt, që kur dalësh prej burgut, përmendja mbretit se jam në burg i burgosët pa drejtësisht. Dhe është e vërtetë se në përburgje edhe sot e kësaj dite ka shumë njerëz të cilët qëndrojnë pa faj. Ka shumë njerëz të cilët nuk janë fajtor, por dënohen për fajin e tjetër kujt. Dhe kështu ishte edhe Jusufi alayhis salam, i cili përjeton të burg dikundi 9 vite për fajin apo pa fajin, duke qenë i pastër dhe kaloj një pjesë të jetës vetë në burg. Në këtë moment kur i tha që kujtom tek mbreti, përmendëm tek mbreti se jom në burg pa faj, nga kjo e kuptojmë se Jusufi alayhis salam ishte i mbështetur në Allahun xhaleshanuhu. Dhe nëse ti kërkon ndihmë prej dikujt për çështjet e dunjallëkut, kjo nuk tregon për të një mangësi se ti nuk je i mbështetet në Allahun xhaleshanuhu. Njeriu, edhe pse ne si besimtar musliman e dim se çdo send vjen prej Allahut, edhe shëndetin e kemi prej Allahut, edhe pasuninë e kemi prej Allahut, edhe çdo send e mirë që na ndodh në jetë na vjen prej Allahut. Por kjo nuk do të thotë që ne të rrim e të presim kokshpine. Nuk do të thotë që ne të shtrihemi edhe të presim të na vije prej ndonjë ane apo prej havaje. Allahu xhaleshanuhu e ka tregu ligjet e veta dhe askujt nuk ja ka pru prej qiellit i vije diçka. Dhe neve s'ka të na bjerë prej qielli asgjë. Çdo se duhet të mundohet njeriu. Pra Allahu xhaleshanuhu na e ka shkruajt rrezikun, ama durt duhet të angazhohen me punë. Zemra let jese e lidh të Allahu xhaleshanuhu, a durt në tien në punë, durt le tien të angazhume, e jo të presim hazërt na i beret gaç me dikushi.
asnjëherë gashme nuk vin kur gjan. Prej qielli vetëm shije e borë mund bjerë, tjetër kur gjan. Buk nuk bie prej qielli. Haje, ushqime, pare nuk bin prej qielli. Ato duhet punojsh, ato duhet mundohesh. Dhe kur Allahu xhaleshanhu edhe pejgambert po ishin punëtor, edhe pejgambert e kanë pas ka një zanat, por pos që kanë qenë pejgamber, ato e kanë pas edhe një zanat. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si i ri kishte rujt delet në Mekë. E pastaj në pjesën tjetër të jetës vet, deri në ardhjen e pejgamberllëkut ishte marrë me tregti, kishte qenë tregtar. Do thotë nuk kanë det prej se hazër dikush ta ruje, por është mundu me angazhim. Dhe Jusufi a.s. kur i tha këtij personi, këtij shokut burgut, kur dalë shprej këtu, përmendëm thot te mbreti, me këtë nuk u mbështet aj tek aj shoku i vet, por ishte i mbështetet te Allahu. Po çdo herë sebepet duhet i marrë. Allahu ka dhënë sebepe. Jo unë dërri në shtrat, dëm kaloj e smundja hiq pa ilaçe. Ndoshta do të kaloj, po të shkoj një periudhë pak më gjatë. Allahu si e ka që smundjen, e ka që edhe ilaçin. Allahu e ka që edhe doktorin, e ka që edhe medicinën. Dhe nuk është gjuna që ti sebepet ti marsh. Andaj ne duhet të marrëm sebepet. E Allahu pastaj i shkon bereqetin. Nëse ne themi të mbështetemi në Allahun dhe hiç pa e mbjell tokën, do dalë bereqet. Vetëm fera ka ndalën se bereqet s'ki e shofsh. Prandaj ne duhet mundohemi ta punojmë, e pastaj bereqetin varet prej Zotit. Rrezku sa ja ka caktuar secilit prej neve. Dhe këtu shohëm se ky pejgamber i Allahut ishte i mbështetet në Allahun dhe nuk kishte mbështetje në njerëzit, por i mor sebepet dhe kërkoi gjithashtu ndihmë që njerëzit ta realizojnë atë pjesën e tyre. Dhe Allahu xhaleshanuhu e bëri që një ëndër të bëhet sebeb Jusufin a.s. ta çoje deri në robni, ta çoje në vështirësimin e jetës, nga ana tjetër përsëri do bëhet sebeb një ëndër që ai dalë prej burgut. Po tash kush do e shohë ëndrën? Tash do e shohë mbreti i Egjiptit. Është interesante se në Kur'an Allahu xhaleshanuhu mbretin e Egjiptit në kohën e Jusufit a.s. e quhen mbret, el Melik. Ndërsa kur është e Musa a.s. i cili ka ardhur pas shumë viteve, në Egjipt i përmendën si faraon. Do thot faraon, titull i udhëhecëve të mbretit, në kohën e Musës a.s. kanë qenë faraon, ndërsa në kohën e Jusufit a.s. kanë qenë mbretni. Pse ki dallim, pse atje mbret këtu faraon? Dhe historianët pastaj kanë nisë të analizojnë këtë ajet. Pse Zoti në kohën e Jusufit a.s. i përmendën si mbret, ndërsa në kohën e Musës a.s. si faraon? Dhe kanë ardhur në përfundim se në kohën e Jusufit a.s. tjetër popull ka sundu në Egjipt. Në Egjipt kanë sundu një milet tjetër, dhe ata udhëhecit e tyne i kanë quajtur mbretni. E më vonë kanë ardhur tjerë kanë marrë Egjiptin dorë, edhe atëherë ata mbretnit e vet i kanë quajtur Firaona apo Faraon. Dhe xhamat qeveri çdo herë kanë ndru. Një herë kanë sundu një popull, pastaj një popull tjetër. Një herë këto troje i kanë sundu shqiptarët, tash e shohim po e sundojnë Maqedonët. Në të ardhmen Allahu e di se kush do sundojnë. Pra shtetet çdo herë në çket mënyrë kanë qenë. Një herë ka sundu një popull, pastaj ka ardhur një popull tjetër. Edhe në Egjipt, në kohën e Jusufit a.s. ka sundu tjetër popull, e në kohën e Musës a.s. tjetër. Prandaj është ky dallimi që në kohën e tij përmendet si El Melik, mbret, ndërsa në kohën e Musës a.s. si faraon. Dhe thot dallimi në terme shkaku i ndryshimit të popullit. Dhe ky mbreti i Egjiptit do shohen një ëndër. Sheh ëndër, thot, edhe i thirrën në mëngjes ato magjistarët e vet, ato këshilltarët e vet dhe njerëzit të cilët i ka pas në pallat, dhe thot e kompa një ëndër ku 7 lopë të dopta të zaifta i hanë, thot, 7 lopë të cilët janë të majme, të trasha,
dhe i shoh thot 7 kallaj, të cilët janë të gjelbërta dhe 7 kallaj të cilët janë të thata. Dhe i pyeti ato këshilltarët e vet, tha, më tregojini çfarë është komenti kësaj ëndre. Ato magjistarët thanë, këto janë ëndra të çuditshme. Ne thot nuk kemi dije thot për këto ëndra. Nuk kemi njohuri se çka janë këto ëndra. Dhe atëherë këto çfarë bën? Njanit që ishte shërtori mbretit, ju kujtu në burg Jusufi a.s. Kishin kalu disa vite. Dhe ju kujtu Jusufi a.s. që i dinte komentin e ëndrave. Tha, unë tha do shkoj, tha, edhe do t'a gjeni njeri që e din komentin. Dhe shkoj te Jusufi a.s. Tha, o Jusuf, o ti njeri i sinqert, tha, mbreti e ka pa këtë ëndër. 7 lopë të dopta të zaifta duke i hangër 7 lopë të trasha dhe 7 kallaj të jeshilt dhe 7 kallaj të thatë. Çfarë është komenti i kësaj? Tha, do ta tregoj, por të shkojsh thot një herë t'i thujsh mbretit çka u bën thot me ato gratë të cilët thot i prejnë durët e tyne. Shko thot përmendja që ke thot një herë mbretit. Dhe shkoj u kthy te mbreti, i tregoj dhe ai u interesu se çka është meselja e grave të cilët e kishin prej gishtet kur e kishin pa Jusufin a.s. Dhe kuptoi se Jusufi a.s. është në burg pa faj. Dhe atëherë Jusufi a.s. u tregoi ëndrën, po nuk e kushzoi. Ai kish mundësi thotë, më qitni pi burgit, edhe unë do t'ua tregoj komentin. Por jo. Jusufi a.s. va tregoi komentin. Dhe nuk e kushzoi lirimin e tyne. Dhe tha, shko thuj mbretit 7 lopët e dopta dhe 7 lopët e trasha dhe këto 7 lopët e thata të zaifta që i hanë 7 lopët e trasha, nën kupton 7 vjet dë kese bereqet, 7 vjet dë ina në bollok, dë kina të mira, dë kina shi, dë kina bereqete toksore. E mbas 7 vjetve dë vinë 7 vjet qera të thata. Do vijen një thatësi e madhe, s'dë kese buk, s'dë kese shi, s'dë kese bereqet toksor. Që ke tha shko tregoja thot mbretit. Dhe shkoj i tregoj dhe e pa se bot fjalë për të mirën e shtetit vet. Dhe tha shkoj një tha nxjerrnja prej burgi Jusufin. Dhe shkoj një than do të nxjerrim prej burgit. Tha jo. Shkojni një herë t'ju thuni aty në grave të cilët ma bon atë shpifjen që më prunë që këtë burg, ne dalin edhe ne tregojnë se jom i pafajshëm. Kur të dalin të thujnë se jom i pafajshëm, atër të dal për burgit. Nuk du tha unë dal prej burgit e dikush të mendoje se këm qenë unë në burg pafaj. Jo, deri sa ata cilët u bon sebeb që unë t'i jëm burg, ta pranojnë se kanë shpif kundra mu, dhe ato ishin sebeb që ta ndotin derin tem, unë nuk pranoj të dalë për burgit. Shife? Pse? Se këtë tash Jusufin a.s. e thiri këshilltar kush? Mbreti. E nëse du kish bo këshilltar e mbretit, njerëzit dhe këshin thonë këtë e ka nxjerë mbreti dhe ka qitë pa fajshëm pëse është njeri ati. Ama ki prap ka faj. Jo. Njëherë dhe pranojnë ato se jom fajtore. Njëherë dhe pranojnë ato se kanë bo shpifje. E kur dhe kuptojnë krejt njerëzit se unë jom i pafajshëm, atëherë dhe dalë prej burgit. Shife? Dhe shku një tregun mbretit dhe i thiri gratë e qytetit. Dhe tha, qka është puna e juj, tha? Si është ta puna e juj? Than, o mbret, tha, Jusufi, tha, është njeri mirë. Aj, tha, është e mburg pa faj. Aj, tha, s'ka faj kur gjamë. Po ne, tha, kemi folë, tha, kemi bo muhabet, kemi desht, t'i bëjmë intriga e kur të Jusufit a.s. Ama ajo është i pafajshëm. Po kush o fajtori? Tha, Zulejha, gruaja e Azizit, i cili ishte ministri i finansave të Egjiptit. Ajo, tha, ja ka bo këtë kurthën. Dhe atëherë thiri e dhatë, tha, qka është puna jote?
Tha mu, tha mbashtroj, tha epshi, tash ta dole vërteta në majdon, s'ka mos si ta mshehi. Unë tha desha tha ti bëj tha kurth, po ai tha urujt, ai ishte tha njeri mirë, unë tha jon fajtore, ai tha është i pastër, ai është i pafajshëm, dhe unë tha mashtroj thot shejtani, po thot unë kërkoj falje Allahut, se Allahu është falsi më i madh. Dhe u kuptu se Jusufi a.s. 9 vjet apo 12 vjet në burg i bani pa faj. Dhe kur u kuptu se si është puna e Jusufit a.s. atëherë dol prej burgit. Dhe xhamati nderuam, Jusufi a.s. më njëherë u angazhu që t'ju jape ideja dhe si ta nxjerrin Egjiptin për kësaj krize që e pritte. 7 vjet dhe kese bollok, 7 vjet dhe kese fukarallok, çka të bëjmë? Dhe atëherë Jusufi a.s. u bo udhëhec i financave të Egjiptit. Shife xhamat, kur Allahu e don një rob prej burgit e bon bëhet ministër. Ama dikani kur Allahu e sheh se bëhet zullumqtar dhe është i padrejt, prej ministri kur ta shohsh na për burgje. E sot këto tonët i shohëm në këtë mënyrë, prej ministrit e kryeministrit kur ta shohsh në burg. E që kështu të qonë zullumi, që kështu të qonë padrejtësia, ndërsa drejtësia qonë prej burgit të bëhësh dikushi. Dhe xhamati nderuar, ishtë në çështje të shpëtohet shteti, që njerëzit mos kihen varfëni, njerëzit mos kihen fukarallok. Dhe Jusufi a.s. u angazhu dhe u tha, në bazë të komentit të kësaj ëndre, 7 vjet kur të kese bereqet, ne do mbjellim shumë, do mbjellim më tepër se kemi punu më përpara. E pastaj atë dalom në magazin, që kur të vinë ato 7 vjet e fukarallokit, kur të kese thatësi, të kemi në magazina edhe të mundmi ta përballojmë krizën. Shive xhamat, menaxhimin me krizën. Sot shtetet bashkohore bëjnë do thot sektorit veçantë për menaxhim me kriza. A Jusufi a.s. a gje para 3-4.000 vjetve e ka ditë si ta përballojë menaxhimin me krizën. Po sot çfarë bëhet në botë xhamat? A e dini se sot në botë shtetet e pasta marrin me ton, me mija ton me anije, shkojnë dhe grunin e mielin e fugin në deti, në oqean. E fugin komplet me ton, me anija, aty mund të jenë 100 tona, 50.000 tona, Allah e di se sa 1.000 ton mot fugët. A e dini pse e fugin xhamat? E fugin që mos bjerë çmimi në treg, që mos hupe në pazar tregtia e tyne. Se si të kese shumë, atëherë bie çmimi. Dhe çka bëjnë këto? E fugin krejt grunin, na për deti e fugin, na për oqeane, me anije shkojnë e fugin, vetëm që çmimi të rrije në atë interesin e tyne. Dhe këtë e bëjnë në shumë shtete sot tregtarë. Vetëm që ta mbajnë interesin e tyne, ata e hedhin bereqetin e Zotit. Në vend se atë anije ta çojë në një vend fukara, ta çojë dikundi, edhe nuk e hapin, edhe nuk e shtin te populli vet. Ku e çojnë? Va hedhin peshqive në deti atje. Që këtë bëhet sot, shekulli 21, hedhet me mija ton bereqet, gru e bereqet e tjera në ujë xhamat. Shkojnë në derdhin ujë, vetëm që mos hijen treg se po erzon pazarin. Kur e pyetën një herë një pronar të teshave të famshme që shitën shtrenjt, tha pse tha nuk shkojnë sa tesha ngelin pa u shit, ka përcen sezona, jesin duhet fugën. Dhe tha çka bojni tha me ato teshët e pashitura? Tha i djegim. Tha po pse nuk i çojni tha na për shtetet e varfta? Pse nuk e çon për shkak ka mbet 10.000 këmisha pa ushit, 10.000 pantolona? Pse nuk i merr ato ti çojsh në Afrikë, gjë njerëzit s'kan gjit veshin? Tha jo, tha se nëse e çojmë në Afrikë, kur ta vesh ai fukaraja Versace, atëherë ai pasuniki thot çka më duhet veshi Versace? Kur edhe fukaraja pas ka Versace, për mua nuk është e krenari ta veshi. E thot erzojmë thot emnin e firmës. E ma mire djegin se sa që hapin fukaras. Që kjo është mentaliteti i Evropës xhamat, që kjo është mentaliteti i Amerikës, që kjo është mentaliteti i qafirave. E fugën e s'ja e fukaras. Bukën e fugën e s'ja e fukaras.
E prandaj ata I frigohen Islamit, se Islami e bon njeri. E këtyne nuk ju duhet jese njeri, u duhet jese njeri ma beter se kafsha, se atëherë kanë mundësi ta kontrollojnë. Ama kur njeri bëhet njeri saglam, atëherë ata se ne kontrollojnë. E që ta mban kontrollën e botës, ata njerëzit I kanë prunë këtë deregje. Dhe ata s'kajnë dertin e fukarallokit. Sot ka miliardera në botë që kur ato pare që I kasën I harxhon, ama 1 dinar nuk shkon ta çoje për njerëzit që vdesin për bukë. E që kjo është ajo Evropa dhe Amerika që e lakmojnë populli jonë, që themi valla ato njerëzit përparum, ata janë njerëzit shumë të ngritët, janë ngritët në pare, se në sjellje janë zero xhamat. Në sjellje, në karakter, në moral, ato janë njerëzit më të prisht. An pare kanë mbrit bëjnë pare, kanë mbrit bëjnë kushte ekonomike, ama njeri hala su kanë banë. Ato hala njerëzillëkin se kanë mësu. Të në ndoshta s'ka pare sa duhet, ama njerëzillëk ka. E kjo është ajo pasunia më e madhe. Kotë se kje pare kur s'kje njerëzillëk. Dhe sot në botë mungon njerëzillëku xhamat. E pastaj shohëm xhamat se pasi u ndodh gjithë ajo ngjarje dhe u pendu Zulejha, e kuptojmë se Allahu Gjeleshanuhu njeriut ja pranon pendimin. Pa marë parasysh njeri sa mund boje gjunahe, njeri sa mund boje ndë një udhë keqet maret prapë ndë njëherë, Allahu kur nuk jam shelën derën e pendimit njeriut, deri sa ka shpirtin trup. Nëse ka lanë momentin e fundit, e në momentin e fundit mos I pranohet. Te I dalë shpirti, ma nuk I pranohet pendimi. Ama sa është në kam të veta, sa është në aktivitet, Allahu ja pranon pendimin. Kështu që kur ta shohëm se një njeri që ka bojë gjunahe, ka nis të vijë në xhami, mos bofmi ne që e përzon prej xhamie ti themi, "A ku shkon edhe ti tërë puna të ish në xhami, a edhe ti pas ke nis të falësh, a edhe ti pas ke nis të mbash Ramazan." Mos vaftofni Islamin njerëzve. Mos vaftofni fenë, mos I përzini njerëzit prej feje. Ka pas njerëzit më të këqise që mund ta njofsh ti. Ne njohëm njerëzit prisht, ne njohëm njerëzit këqi, po në botë ka pas njerëzit më të këqise që mund ne ta imagjinojmë. Ama ma vonjë mbon njerëzit shumë të mirë. Omeri radiallahu anhu u nis me njetin shkaje ta mbyte pejgamberin alayhis salam. Ku është sot I vorosët Omeri radiallahu anhu? U bo shoku maj miri pejgamberit alayhis salam dhe u voros afër pejgamberit alayhis salam. A në fillim çfarë njeti kish? Ta mbyte pejgamberin alayhis salam. Shife si e ndryshon Zoti njerin, prej katili e bo prej njerëzve më të mirë. Hindin besoj e keni ndi. Hindi ishte gruaja e Ebu Sufjanit. Hindi ishte aq shumë e idhnume me pejgamberin alayhis salam, sa që thot nuk kishte njeri që e kisha ma zët në dynja se Muhamedi alayhis salam. Hindi në luftën e Uhudit ishte vrasësja që e pagoi Vahshiun që ta vret Hamzën radiallahu anhu, minxhen e pejgamberit alayhis salam. Dhe çfarë boni Hindi? I tha Vahshiut, unë tha do të paguj, tha edhe sa kije, tha trup, qash kile, tha sa kije në trup, qash tha alton, tha të tap. Vetëm tha ta mbyt ishte Hamzën. Sa I tha ma ka mbyt, tha burin, ma ka mbyt, tha babën, edhe ma ka mbyt, tha vlajnë në luftën e Bedrit. E për të hakmar, ajo e pagujti Vahshiun shumë me alton, që ta mbyte Hamzën radiallahu anhu. E Vahshiu ishte shigjetar shumë I mirë. Nëse foli me termet e sodit snajperist, a ishte shumë precis në gjujtje. Dhe a e kishtë në luftën e Uhudit vetëm një detyrë. Shkoj ta vrase Hamzën, qëtër kanë s'kishte punë. Dhe a I tha, nëse dhe vraq Hamzën do ta apë, tha lirin, dhe jesh I lirë, se ish rob, tha në regu. Edhe alton, tha sa dush. Dhe kinë në luftën e Uhudit, kur nisi lufta nuk e ki hikte për njerëzve qerë, mës kese kontakt me dikandit, vetëm Hamzën shifte ku është, edhe e qëlloj, edhe e vrajti Hamzën. Po Hindi, që ish gruja e Ebu Sufjanit, kjo nuk u fry me këtë vrasje, kure unë sos lufta, kjo nuk ishe knaqet vetëm me vrasje. Qka bani? Tha ma bini, tha një thik, se tha s'fryhëm, tha ta shoh Hamzën vetëm kështu, tha gjenaze. Tha sëm del, tha I keqi, hala. E mor një thik dhe ja qajti gjoksin.
dhe ja qiti organet, ja qeli gjoksin, ja qiti mushknit, e në nisi ti haje mushknit xhamat. Hamzës radiallahu anhu. Çka ishte hindi? Dhe pejgamberi alayhis salam sa kur e përmente, thojte hindi që ha mushknit. Qash ishte e egër, qash ishte e poshtër, në atë kohë. Dhe para mendoj një xhamat një njeri që ja han mushknit një njerit vdekët. Çfarë njeri mund t'jese kjo? Dhe ata merr mendja se që ki njeri ndryshon. E që kjetë ndryshon Allah. Kur erdhë çlirimi Mekës, pejgamberi alayhis salam tha ketve vafali hindit jo. Ajo tha do të vritet. Pa ajo i ra pishmon. Shkoj te pejgamberi alayhis salam tha ja Rasulullah tha pendohem tha dhe e pranoj Islamin. Pejgamberi alayhis salam tha në rregull. Ja fali gjakin, ja fali ketë. Ama shifni xhamat, Allahu si e ndryshon gjendjen. Hindi tash në Uhud vrasësja e Hamzës radiallahu anhu. Një prej njerëzve më shumë që e kishte zët pejgamberi alayhis salam. Ama Allahu kur dën të ndryshojë gjendjen e një njerit, pin një njerit keq e bën një njerit mirë. Dhe hindi në luftën e Jermukut, dhe përfundoj me që ke xhamat vetëm dëgjoni se shumë interesant është. Në luftën e Jermukut ishte luftë që e bën muslimanët kundra perandorisë romake. Perandoria romake në atë kohë ishte perandoria më e fortë në botë. Dhe nëse do fitojshin, ai që fiton e merr sundimin e botës më. Ai dhe sundoje botën. Romakët në atë kohë sundojshin botën. Me fitoren e muslimanëve nuk kuptofte fitoria gjithë muslimanëve në botë. Dhe dolën betejë. Në betejë xhamat ishin 240.000 armiq, 240.000 ushtar të perandorisë romake, ndërsa musliman 36.000. Dhe tash 36.000 dufte të luftojnë me 240.000. Dallimi i madh, thot kur I kemi pa atë ushtrinë e armikut si valët e detit. Dhe njerëzit thot kur nisi lufta u hini friga, kush do dalën gjosh me gjithë këtë ushtri. Dhe fillon të hikin xhamat muslimanët. U tremë, musliman të njëri hije friga në zemër. Dhe nisën të hikën. A e dini kush I kthej? A e dini kush I kthej prap ka lufta? Ishte bashkë kjo hindi, që kjo gruaja e cila ja kish hangër mushknit Hazreti Hamzës, që kjo u bo, edhe kur e pa se burët muslimana dolën të hikin, ajo dol para burave, tha ku shkojni tha, a që kështu tha e dojni gjihadin, a që kështu tha e dojni xhenetin, a që kështu tha e mbrojni islamin, a që kështu tha ja kthejni shpinën hasmita, edhe e kapi burin e vetë, Ebu Sufjanin, tha hec tha lufta të shok. Ti tha e ke luftu bashkë me mu tha pejgamberin alayhis salam. E ne thot nuk kemi mundësi ta lajm këtë fytyrë vetëm duke u vrarë këtë luftë. Dhe kur janë ndin këto fjalë hindit, ushtria xhamat u kthyn, luftun dhe fitun. E shihni si ndryshon Allah njerin. Prandaj kur mos thojni ki zbohet njeri. Ki ka kon zer pianicë zbohet ki derë. Ki ka kon I haramit jo xhamat. Si hindi ndoshta s'ka kona me shife, hindi u bëhë sebeb që të fitohet lufta e Jermukut, që nënkupton fundin e perandorisë romake. Perandoria më e fortë në botë. Kush u bëhë sebeb të kthejnë muslimat të luftojnë? Që kjo hindi. Andaj kur njëherë mëse në vlerëso fuqin e askujt. Allahu na boft që jemi kontribus për ka e mira, Allahu na boft mundshme që çdo herë të jemi në ndihmën e Islamit. Subhanallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.